Një punë e gjatë, një album i plot dhe natyrisht një super fest për ta kurorzuar këtë moment. Don Gjoni rumbullaksoi 6 vjet nga debutimi i tij me lansimin e albumit 100%. Ngjarje organizuan brëm në një ambient të këndshëm ku gjithçka ishte kuruar në detaje. Festa ishte më private, u festua me miq të vërtet e pa e mbushur domosdoshmërisht me çdo emër nga skena. Mysafirët nisën të arrinin një nga një. Aty nuk mungoi as Butrin Timeri, artisti me cilin reperi ndan një miqësi shumë të afërt dhe një bashkëpunim me rrugtim në këtë industri, të cilën mund të themi që edhe e dominojnë. E pas gjatur shumë, radhën e kishte fjalimi. Faleminderit shumë që keni ardhur sot të provojmë albumin. Faleminderit këtë ekipës producentave. Faleminderit montazhera, do të bëjmë këtë komplet kush ka marrë pjesë në album. Faleminderit zotin e madh për këtë mundësi që na ka dhënë për me bëni këtë super album gjigant. Edhe s'po kam qenë me zgjat shumë. Po të gëzuar albumi 100% dhe knash në sot e krejt. Love you all! Gjatë mbrëmjes, reperi dhe të pranishmi që shuan projektet e albumit një nga një. E kur jemi tek rrugtimi i tij, i pranishëm ishte edhe Meriton Mjekiçi, moderatorin e emisionin e të cilit në vitin 2020 nisi i gjithë ky rrugtim artistik. Nëse kthehemi 6 vjet më rapa, gjithçka nisi bashkë, gjithçka nisi në emisionin tën. Më duket e keni hat prej atëherë që djali kam i kap majat e industrisë muzikore dhe të suksesit në diskografinë shqiptare. Është e vërtet, unë e Don Gjonin në ditën e parë që e kom taku, edhe kemi pas bo edhe emisionin, po para prakesh na edhe kemi bashkë bisedu se qysh do të rrjedh pjesa e intervistës. Unë e kom besu për shkak se ka qenë edhe, po është hala shumë punëtor edhe i uritën për sukses, po edhe atëherët e ka shprehë se don me kanë pjesë e industrisë edhe don me ngri në pjedestal. Unë jam veç shumë i lumtur që vitet po ikin e çdo ditë Don Gjoni bashkë me ekipën e tij, që e kam një miqësi shumë të mirë, që i falenderoj gjithmonë për respektin e ndërsjell që kemi. Po punojnë shumë dhe në këtë album e kanë sjellë një diçka krejt ndryshe, po ashtu edhe të pjesa e këngëve që ka bashkëpunu dhe me producentë sa e kuptova të ndryshëm, edhe në investimin e videoklipeve. Po Don Gjoni pas 6 viteve dhe Don Gjoni tash, unë jam shumë i lumtur se çdo herë po rriten në formë profesionale, se si djalë fantastik. Nuk e dyshoj këtë pjesë, edhe unë nuk e dyshoj një pjesë tjetër që je shumë i lumtur që mos kam të lodhur në për intervista. Po ç'a ndodhi me raportin tënd me Don Gjonin në Shqipëri dhe në Kosovë, për shkak se me një farë pas një periudhe me pikpyetje që të bëjshin me bë pyetje pi gazetarëve, u shkrin akujt sërish me juve. Ç'është ndodhi kjo? Ne kena pas gjithmonë raportin e mirë, po shoqënitë e mira zakonisht qëndrojnë në mënyrë private dhe nuk është që e kemi pas bo publike sa arta kohemi ose diçka tillë me bo fotografi e u pat bo si lloj buje edhe kudo që jom shku më kam vetë për raportin e tij. Kemi raport mirë, kemi pas raportet mira dhe po për shkak të obligimeve dhe të punës, po tani jam siç e the edhe vetë shumë më i lumtur që s'u pyesin mos çfarë raporti ki sepse është bo publike edhe te video dhe u bë shumë virale edhe në pjesën e portaleve që pas 5 viteve takohen prapë. Kështu dhe mu më pëlqej ideja kreative që e kishin zgjedh edhe e kishin kriju që me marrë personazhe të ndryshme në një lloj promovimi para se me dalë albumi. Mas suksesit sezonit fundit të emisionit nuk kam dyshime që ka me pas një sezon 3. A ka gjas a mund na konfirmon këto mas pare dhe a ka gjas me pa Don Gjonin mbase në sezonin e re? Po, ka gjas, na edhe kemi bashkë bisedu, ka kohë që e flasim prap, po kur kthehemi me një intervistë dhe me një diçka shumë të veçantë sepse është po kohë që s'kemi dalë bashkë në një intervistë me performancë. Një emër që sikur s'ka me konë një intervistë është Luiz Elli, se kur jena të këto titujt e portalit u përfol shumë kohëve të fundit çka ndodhi, një deklaratë e jotja te Marina më duket nuk i pëlqeja.
Na raportojmë gjithmonë sakt e patëm pjesa unfollow-it, nuk ka raporti ma me pas intervista si dikura. Qa, Angel, nuk kam koment, nuk është ndaj koment I caktum që e kam për këtë që bethu për pjesën e intervistës. Komentin e caktume ke pas të Marina, më do këtë qaq bot. Ka ecë gjithçka, ka kalu. Vera njëtën personale për fund, a ka zhvillime ajo? Se Vera din me konfliktu, se din me pas zhvillime. Vera Ose ma mirë, nashta jetë mirë. Kjo flirtu si maj madhe, që është po ma në gjëtë. Jetë mirë më ndryshë e kena shok vjetër, edhe rrë me mu në intervist. Edhe jetë mirë po ashtu është njëni prej menaxherave që kanë diku në shumicën e artistave dhe ka bërë shumë data. Më pas energjia u zhvendos në after party. Ky ishte edhe momenti I dur që ne ta shkëputnin Don Gjonin për një intervistë rreth emocioneve të albumit dhe asaj çfarë pret më tutje. Si kalove sot edhe si po ndihesh? Mirë, shumë faleminderit që keni ardhur. Atmosfera po shihet vetë kënaqshëm, shumë nice, shumë fort. Tregona pak sa ke kohë që ke punuar në këtë album. Pavarësisht rreth 7 muaj, 8 muaj, ka pas provat veta, ngarkesa e saj në përfundimi ka qenë shumë I bukur. Cila prej tyne është projekti jot më I preferuar? 100%, 100%. Definitivisht. Kush është Angelina? Angelina është dikush. Kush? Një shoqe jemi. Shoqe jotja. Që sa e ki shoqe Angelinën që sa e ke qitë? Njëm ka qamëti. A është të dashurune së Don Gjonit? Pak, jo shumë pak. Pinishit deri në 10. 5, 4. Se gjiro me Adelinën e jo me Leonorën. Nuk kam përfat, nuk e di që të më të përgjish. Për mu dyja janë ikona, thjesht ashta ju ka përshtot pak ma shumë Adelinës pjesa e 100%-ës. Ma mërmeni. Pritëm naj video me Loredonën, me Loredana Bratin. Okej. Lori shumë mirë, shumë nice. Qysh e keni raportin sot? Shumë mirë, kam shumë respekt për Lorin. O shumë qike mirë, vojë mirë. Edhe, ja ure këtë mirat, nuk kam për të tjetër më thë. Lezës është mirë kë. Thojnë që shokët e ngusht I din krejt sekretet. E vërtet është, e vërtet. Po jo krejt dë I mojna për veti. Sa kena me po Don Gjonin si vjetë në klobe? Gëse si vjetë që kena më paraqish shumë pak, shto ven kom me kohë ekskluziv, dhe shto ako menu, për të tërsa nuk di. I just wanna have fun, man, nothing more. Faleminderit shumë edhe urime për albumin edhe suksese. Shumë faleminderit. Faleminderit edhe tjere. Atmosfera vjoj për orë të tëra në ritmet e hiteve të tij dhe jo vetëm. Ndërkohë, të gjithë ju shijojeni 100% në të gjitha platformat digjitale.